Deputeti i Partisë Demokratike Xhelal Mziu dhe nipi i tij Elson Mziu dyshohet se kanë goditur me grushte një zyrtar të Bashkisë së Bulqizës në ambientet e jashtme të njësisë administrative Ostren, ku sapo kishte përfunduar një takim elektoral. Policia e Bulqizës ka referuar materialet në SPAK për veprën penale, kanosje apo dhunimi ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje. Kalosh Mura është personi që Xhelal Mziu dhe nipi i tij kanë goditur me grushta. Burime policore bëjnë me dije se Mura është punonjës i bashkisë në sektorin e ndarjes së ndihmës sociale dhe disa personi kanë thënë Mziut se tremben pasi ai mund t'ju heqë për krahjen sociale nëse dilnin në miting. Në përfundim të mitingut ka ndodhur incidenti. Për ngjarjen ka reaguar edhe deputeti demokrat Xhelal Mziu, duke deklaruar se situata nuk është siç ka njoftuar policia. Mziu akuzon zyrtar të PS se vazhdimisht kanë intimiduar dhe kërcënuar qytetarët të mos vinë në takimet e PD-s apo të largohen teksa i pikasin në këto takime. Në takimin e Ostrenit në mënyrë demonstrative, punonjësi i ndihmës ekonomike në Bashkinë Bulqizë po intimidonte pjesëmarrësit, ku një pjesë u larguan pas këtyre kërcënimeve dhe një pjesë tjetër shprehen shqetësimin për heqjen e ndihmës ekonomike, shkruar Mziu në Facebook. Më tej Mziu i bën thirrje SPAK të sekuestrojë pamjet e kamerave në zonë dhe të hetojë ngjarjen ku sipas deputetit demokrat janë dhunuar kryetari dhe përfaqësues së PD-s në Bulqizë. I bëjmë thirrje SPAK të sekuestrojë pamjet e kamerave në zonë dhe të hetojë ngjarjen ku janë dhunuar kryetari dhe përfaqësues së PD-s në Bulqizë. Bërja pale policisë në ngjarjen kriminale të goditjes së opozitës shtohet edhe më shumë për faktin se drejtori i policisë së Dibrës ka lidhje familjare me Jeton Danin, babai i kandidatit të Partisë Socialiste. I bëjmë thirrje punonjësve të bashkive dhe policisë që të mos intimidojnë dhe kërcënojnë qytetarët, përfundon reagimin e tij Mziu.